Cilat janë ato gatime tradicionale që i ka zona e Pustecit? Zona e Pustecit janë shumë lloje gatimesh. Në tërë fshatrat kanë gatim të veçantë. Ne si restoranti kemi aty, kemi tavën e peshkut në mënyrë tjetër, në peshkun turshi, krapin, peshkun e thatë, cirona të freskëta, 3 llojet e peshqit. Po në zonën tonë ne gatuajmë më ndryshe nga të tjerët. Çfarë kanë ndryshe që nuk gjendet për shembull në Korçë apo në qytete të tjera? Të shinja për peshkun turshi nuk e bën asnjëri këtu në zonën tonë. Ne deri tash vetëm neve. Po tash të ta marrin tërë ta bëjnë edhe ata. Kurse tavën e bëjmë tjetër lloj. Nuk e bëjmë shumë të bardhë, me fruta, me perime. Prandaj ne del një kuqe, me salcë. Sa preferojnë këto gatime nga vizitorët? Në neve ka shumë vizitorë. Nga Maqedonia vinë shumë, nga Bitola, nga Manastiri, nga Ohri, nga Resnia, nga Shkupi. Janë shumë klientë. Vinë nga Shqipëria, nga Korça, Maliqi, Bilishti. Kemi klientë shumë njerëz kemi në ditë fundjavë. Se premte shtunë e dielë. Kemi klientelë të bollshme. Çfarë thonë ata për gatimet, i pëlqejnë? I pëlqejnë shumë. Edhe ai që vjen një herë, nuk u ikën më, vazhdon vjen për gjithmonë.